Mirlindi është një djalë fantastik që këj karierën e ka ndërtu me sakrificë shumë të madhe, me përkraje shumë të madhe të familjes. Mirlindi është një djalë që e ka përkra mas pari gjyshin e vetë. Në vërtet. Edhe i ka nejtë shumë afer. Mirlindi është djalë kur ma ka konfirmu ftesën o konë me qikën të flej. Edhe ma ka konfirmu ftesën edhe atë fotografinë dhe me thonë që unë halos jem shku për shkak të angazhimeve. As me oru, as me abo për ajën shfrytëzoj rastin, me abo për ajën Mirlindit, edhe Vesës, po ashtu. Shallas qika ka fatë dhe me jetë shumë gjatë. Faleminderit shumë. Edhe është djalë që e pranon ftesën, vjen në nderon, edhe unë i sugjeroj krejt sportistat që me shku në për studio, se njerëzit kanë qef mi pa. Edhe këta duhet me kushtu pak një kohë, mi nderu edhe gazetarët, edhe emisionet sportive, kur të vinë që ata mi pa, nuk është të thonë vishte na, edhe në televizione tjera. Por fillimisht tek ne. Loriku po thot. Tash mi unë mua dhe aty në tjerve pak apo kuptan. Normal. Sot do në vi te Loriku, ai tjetri shkon te ai tjetri, ai tjetri edhe kështu. Bravo. Bravo. Unë s'kam marrë për shembull këtu për një shumë din, po e kam pas më të lehtë se unë non-stop më shumë flas edhe me trenerin Ismet. Edhe kam pas më të lehtë normal përmes këtij na ky më ka sugjeruar edhe kemi